Çfarë ndodhi? Çfarë vendimi morën? E humbën betejën të dy na përjashtuan. Dhe bursa e Aslës ka për të ndërpritur. Më vjen shumë keq, nën. Mos qaj, bia ime. Mos qaj, në rregull, në rregull. Hajde le të shkojmë. Aslı. Zonja Hedie. Nëse dëshironi, mund ta shpëtojmë të ardhmen e Aslës së bashku. S'ka rëndësi nëse i ndërpritet bursa. Nëse më lejoni mua, unë mund të marrë përgjegjësinë e plot për Aslën. Faleminderit shumë, zonja Zhulide. Por nuk mund të pranoj këto. Mirupafshim. U knaqe tani? Me vetdi e shkatrove jetën vajzës. Tarik përsi e i nervëzuar me mua, zbëra asgjon, dhe përveç asaj, që na intereson neve kjo. Le t'ja mendojmë prindrit e saj për këtë. Mimtas, ndonjëherë nuk e kuptoj si e duron veten. Po, në rregull. Çdo qoftë do marr dokumentet e nënshkruara, ti merr me pjesën tjetër. Nan? Vëlla Korajti mund të shkosh nëse do. Mos të shqetësohet më tepër te Zerazia. Jo, nuk shqetësohet. Përveç asaj dua dhe të përshëndetë të Nural. Pastaj do pushoj e do iki. Nan? Shiko, ende po fle ajo. Edhe tezja do t'jetë në gjumë, më mirë shkoti. S'ka problem. Do pi ndonjë kafe e do iki. Se kam me nxitim. Çfarë po s'ka ndodhur këtu? Pas ka Gjak këtu, Gjak. Ku është nëna ime, nën? Gjak, ka pas ka ndodhur diçka, nën? Nën! O, Zoti i madh. Arritëm në kryqëzim. Më falni, na duhet të shkojmë në spital.
Ai idioti Xhengizi është duke më mbytur në borxhe. Sille këto që të flasim. Dëgjova që policia arrestoi Xhengizi për shkak të borxheve. E di që është futur në burg sa për të shpëtuar prej meje. Shpërndaj fjalën. Ai duhet paguaj borxhin e tij, për ndryshe do e vras. Lajme të këqija? Valla, ne I blem biletat për në Izmir. Do nisemi së shpejti. Gati I kemi të gjitha valigjet. O rrugë të mbar. Të përshëndetemi, valla. Do t'i telefonoj unë Nuranit kur të arri atje. Miru pafshim, motër, miru pafshim. Daj, mua me të vërtet më vjen shumë keq. Nuk deshëm që të fusnim në këtë lloj situate. Të kërkoj ndjes përsëri. Jam mirënjohëse për gjithçka që keni bërë. Miru pafshim, bi. Ikni. Bëhuni gati tani, sepse unë kam ca punë për të bërë tani. Pasi ti rregulloj, do të vit ju përshëndes. Zhilide? Përse nuk më pritet ti? A kemi kohë të mendojmë për ty, Mumtaz? Para apo është si gjithë faji im, apo jo? Po, është faji yt. Kishe mundur të ndaloje para se të arrinte në këtë pikë. Jeta e një vajze e re u shkatrua para syve tanë. Unë bëra çmos, por e di se si është me komisionin disiplinor. Ata e marrin çdo gjë që është shumë serioze. Ç'të bëja unë atëherë? Ti kapja se cilën një nga një përfyti? Mos më trego broçkulla, Mumtaz. Nëse do doje me të vërtet, do e kishe bërë. Zhilide, unë përpoqja ta ndaloja. Ishin gati ta përjashtonin djalin ton nga shkolla, por arrita ta shpëtoje vetëm një ndëshkim të vogël. Më vjen keq, por e kam me më shumë rëndësi Ozanin. Çfarë ndodhi? Në shpirt. Edhe njerë para se të shkojmë, po t'i flisja Ozanit. A do zemroheshe? Për t'i thënë lam të mirë. A I bëri atë shumë gjëra vetëm për të më shpëtuar mua. Unë s'pata mundësia së ta falemderoja. Vetëm 2 minuta të lutem. Vetëm mos e zgjat, do na iki autobusi. Në rregull, në shpirt, nuk do e qas. Faleminderit.
Aslı? Do kthehet në Izmir me nënën e saj, bi. S'kan mundësi të përballojnë shpenzimet e shkollimit. Nuk mendoj se do të pranonin ndihmë nga askush. Më vjen shumë keq, baba. Por ato po kthejnë në shtëpinë e tyre për gjithmonë, apo jo? Pra, sa keq. Isha duke kaluar shumë mirë masën, është për të ardhur keq. Sidoqoftë, bi, jam pak i zënë tani. Flasim sonte në mbrëmje. Mirupafshim. Mirupafshim, baba. Mirupafshim. Shqyr zoti të shpëtuam. Më në fund do ikin tani? Nën, dua të shkoj unë. Kam dëshirë të shoh Asën të trishuar duke ikur, s'mund ta humbas këtë. Vajze çmendur. Më dëgjo mua. As mos guzo të ngatërosh më tani që po largohet. Mund të marri vesh Ozani, po t'lutem. Jo, nuk do përfshesha. Le të ik vete të qaj në lagjen e saj të varfër. Shijoje këtë gjë, lulja ime. Në rregull. A mund të më ndihmoni pak? Jam mbyllur këtu brenda. Fati? Qenë ke mbyllur brenda? Po, jam unë, profesor. Profesor, jam vonë për takimin, duhet të nisim me njëherë. Nuk ka nevojë, Fati. Bordi e mori vendimin. Fëmijët tani janë të pezulluar. Unë po shkoj në shtëpi. Ke 2 orë që më ke kapur krahun duke më zvaritur andej këndej derë më derë po më tërheq. Ai, mojteze, nazife dhe ti, sa shumë ankoheshe dhe dërdëllisje gjatë të gjithë rrugës, vetëm me 2 persona u takuam ne të 2, aq shumë u lodhe ti. Teze Razie. Aha, ja ku po na vjen edhe çifti i dashuruar. Teze Razie, ku është nëna ime? A nuk është në shtëpi bia ime? Jo, kishte gjak, në dysheme kishte gjak, kishte ndodhur diçka i ndodhi nënës time. Për çfarë po fleti? E shkreta grua kishte rënë, duke sigurisht e prerë diku. Diçka ka ndodhur, mendoj. O zoti i madh. Eylül, zemër. Nëna jo të rëzua dhe i rat fikët, njëri e mori në krah. E qoj në spital. I kanë drejt rrugës kryesore. Nën? Motër, ti ri me teze nazife në rregull? Vrapo koraj, vrapo. A ka njëri? Mund të më ndihmoni? Çfarë ndodhi? Nuk e di. Silli me një barel. E gjeta pa ndjenja. Do e marrim në trajtim të menjëhershëm. Ju lutem regjistrojeni nënën tuaj. Jo, dua të them ato, e din që bursa e Aslës mund të ndalohet. Por ajo është studente e suksesshme. Si mund të ndryhim në të ardhmen e saj, profesor? Do doja të mund të përgjigjesha për këtë gjë. Nëse nuk do të më kishin mbyllur këtu, do të ishte shumë ndryshe. A ishte dera e mbyllur nga jashtë? Po, profesor, është sikur dikush më mbylli brenda. Kush mund ta ketë bërë këtë? Njoh dika që mund ta bëj këtë. Kam diçka për të thënë. Bordi është në mbledhje? Po, ishin duke diskutuar edhe ca pika tjera. Shkëlqyer. Atëherë, ende e kemi në dorë mundësim për të bërë diçka. Ozan, unë nuk kam edhe shumë kohë.
Ne pas pak do të nisemi nga këtu. E di, Nuk pata mundësin të të falenderoja. për çfarë? Që ta kam shkatruar jetën? Që të kam shkaktuar të lashe që kur ke ardhur? Është e vërtet që më ke shkaktuar të lashe. Por gjithmonë ke qenë ti ai që më ka nxjerr nga ato. Pra je njëkohësisht edhe një hor, por edhe një hero për mua. A vërtet nuk do të shoh më asnjëherë? Atëherë po largohem dhe unë. Oza nuk bën. Po me shkollën çfarë do ndodh? Nuk mund ta bësh këtë. Oza, nuk mund ta lësh shkollën ti. Ti do të diplomohesh. Ma premto mua këtë. Aso nuk mund të ri këtu asla. Pasi më ka vdekur i matë, kjo shtëpi është bërë ferë për mua. Më duke sikur nuk ishte më shtëpia ime. Dhe pastaj erdhe ti. Fillova që të ndihem si në shtëpinë time. Tani s'ka kuptim të ri këtu pa ty. Lam të mirë. Do të takohemi përsëri një ditë. Ta dish që do të pres edhe nëse kjo do të thot për gjithmonë.